Problemi nuk e ka, Sazani nuk e ka problem. Këta e kam bizneset e vogla dhe kostot e larta që ka vënd këta për arsye të thjesht. Pra, kur bën këtë ligj, duhet kishte një bashkëbisedim dhe Banka Qendrore nuk do jetë thjesht një rekomanduese dhe orientuese, po duhet jetë vendimmarrëse. Vendimmarrëse për regulator. Ti po detyron këto biznese, domethënë që bankat bëhet aksioner. Dhe nuk është vetëm kjo. Është dhe problemi i konvertimit, pra në rast se ti përdor këtë kartë. Po lutem tani se s'po. Jo se ka është dhe një pikë tjetër. Po themi një shembull thjesht. Unë e bëra qëllimisht para. Po ndalemi në detaje teknike dhe nuk kuptohemi kështu. Jo, shiko, është shumë problematike, sepse ti ke një biznes të vogël dhe banka do t'i marrë 35% deri në 40% të ardhurave me këtë veprim. Pra, në rast se ti kërkon të bëhet, punë e parë duhet merresh me bankat, të ulin jo 1 herë, jo 2 herë, jo 5 herë, po 7 herë, 8 herë ato koston dhe një veprim të thjesht fare. Përdora kartën në kalimin e autostradës në 4 pika në Greqi. Pagova 8.2 euro për taks për autostradën dhe 12.5 euro komision nga bankat. E kupton ti çfarë ndodh? Pra, për një faturë 1.2 euro, mora banka më vuri komision. Banka Shqiptare. Më vuri 3.2 euro komision. Pra, si do ta përdor ky njeri, ky që ka rrogën, në momentin që del jashtë, atëherë ti duhet marrësh para me vete. Djali im është ka një dasëm të shokut të klasës në Amerikë Latine. Është në Brazil. Nuk punon dot karta shqiptare, domethënë dhe mbesi. Nuk punon sepse Brazili që është një nga vendet me teknologjinë më të lartë të punimit online me karta, është konsideruar nga Banka Shqiptare si vendi i rrezikshëm dhe nuk punon. Është detyruar të lidhet me gruan e një shoku të vet që ka origjinë nga Kroacia dhe i ka marrë kartën asaj online që të punoj se nuk ble dot as ujë në rrugë. Pra, ne që duhem ta bëjmë vend i parë, përpara duhet bëjmë infrastrukturën, duhet bëjmë serioz dhe pastaj ndërmarrim veprim. Ore, jemi një vend që ne sidomos për Floreshën, këto ndërtimet e reja që po bën tani. Janë rrezik apo janë shqyqyrë që i bëm? Atëherë, ndërtimet nuk janë rreziku, zhvillimi nuk është rreziku, investimi nuk është rreziku, rreziku është mungesa e një marrëdhënie shtet dhe zhvillues. Ky është rreziku i vetëm. Pra, infrastruktura nuk ndjek zhvillimin. Në qoftë se ne duam të kemi turizëm, duam të kemi akomodim, duam të kemi rritje të investimit dhe t'i kërkojmë që këta turista 10 milionët tashmë, mos jenë më 10 milionë të varfër, po të janë 10 milionë bimesataren, pra për të arritur në standardet e mesdheut, jemi mesdhe, mos e trajtojmë vetëm si më pak, duhet që këto investimet e infrastrukturës të na shoqërohet, na asociohen. Pra, është shumë mirë që investohet.